Ura që lidh zonën e Bleran Bardhaj në Bashkinë Shkodër është kthyer në një shqetësim të madh për banorët, pasi prej 2 javësh ka pësuar dëmtime serioze që rrezikojnë shembjen e saj. Për pasojë, lëvizja e mjeteve, veçanërisht e furgonëve që transportojnë nxënësit, është ndaluar për arsye sigurie. Kjo ka bërë që banorët të dalin në protestë dhe të kërkojnë zgjidhje të menjëhershme. Simi jonë për urën është se tash 2 javë është e prishur. Nuk i bjen kujnë mend po këtë marrë me rregullu se përzohet e po bjen mrejnë e po met dikush në te. Se më mirë me prish e mos me pas hiç, se sa sigur është 100%. E me rregullu, më mërmeni se bashkje ka një smundësi me rregullu. Rajna janë tash 30 vjet që janë rruga këtej dhe po është katëron. Po me rregullu, si t'jen puna me rregullu me kalu fëmia, kërkush tjetër, gjë është gjëja kryesore. Atëherë era 150 familje në të vende, gjithë secila shtëpi ka 2-3 fëmijë ka. Na kramet mas dorët ma armene ta 35 vjet s'ka nuk është dorën ne. Edhe jena si me kanë njerëz harrum. Në ta fëmijën do të me bajt 5 km për me i punë të urën e të për me i garkuar fugona, se dikur kanë parë fugona deri aty me i çuar deri te shkolla. Për çdo shtëpi. Për çdo shtëpi kanë marrë fugona, ne kanë marrë fëmijë, ne kanë provë fëmijët. Gjithmonë pagesën tonë. 2 javë ka ura si është e prishur, as si bjen men kuj a ekzistojmë, a nuk ekzistojmë. Problemi kryesor është një urë që na ka shëm para 2 ditësh, para 2 javësh. Edhe na ka bllokuar izolu komplet edhe të mëdhej, po edhe problemi është i fëmijëve të shkollës edhe të kopshtit. Janë 150 fëmijë që shkojnë edhe në shkollë, edhe në kopsht. Kjo rrugë lidh 3 lagje. Është qysh të ura të fëmijëve të desi dalin të ura barave, kjo është si rrugë kryesore. Edhe është problem shumë i madh edhe për banorët, edhe për fëmijët e shkollës, por kjo është edhe rruga e varrezave që çon në fshat. Ba me pas në rast është e vështirë për me kalu. Ka ma urë sa shëm. Edhe pjesa tjetër është e plasaritur, është shumë e rrezikshme me kalu, edhe mjetet e vogla, po të mëdha është shumë e rrezik. Halli kryesor i uri është ura. A shem ka me urës, nuk ne vjen fugoni me marrë fëmin, janë rreth 150 fëmijë të lagje si nuk vjen kur i fugon me i marrë. Për të zot, po më bani në kush i smur, a vjen ambulanca kush lejo të fugoni me hiatre. Me urdhën. 2 javë. Kanë ardhe kanë shikju. Që bojnë nuk e di. Pavarësisht ankesave dhe shqetësimeve të përsëritura, deri tani nuk është marrë asnjë mas nga pushteti lokal, gjë që ka shtyr banorët të protestojnë dhe të kërkojnë zgjidhje të menjëhershme.